Një orë para se të flini pini një gotë nga kjo dhe do flini si qingj. Do të kënaqeni me shijen e shkëlqyeshme dhe me të mirat të shumta që ofron kjo pije. Gjumi i mirë është elbësor për funksionimin e duhur të gjithë trupit, si edhe për mirëqenien dhe shëndetin ton të përgjithshëm. Bananet kanë shumë kalium dhe magnez, minerale të cilat përmirësojnë cilësinë e gjumit. Këto minerale kur merren në sasi të minimizuar ose kur eliminohen nga dieta, ndikojnë negativisht në nivelet e kortizolit dhe bëjnë gjithashtu që venat dhe muskujt të lëshohen. Ne këtu do t'ju tregojmë recetën për një gjumë të mirë ku përbërësit që do t'ju duhen janë një banane, pak kanell, një tenxhere të vogël me ujë. Hiqeni skajet e bananes dhe vendoseni në ujë. Lëreni ujin derisa të vlojë për 10 minuta. Pastaj nëpërmjet kullesës hidheni në një gotë të madhe. Së fundmi shtojeni kanell. Konsumojeni këtë pije të shijshme një orë para se të shkoni për të fjetur.